Përshëndetje miq, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Unë jam Gena Neli për ju që jeni për herë të parë këtu. Nuk e di sa e qartë isha herën e fundit me rregullat e lojës. Ideja është e tillë që në momentin që ti komenton, pra duhet komentosh pikërisht te kjo video. Në fillim kur unë bëra një video të shkurtër, ishte vetëm për t'ju lajmëruar për lojën që do t'jepej gjatë videos së gjatë. Komenti duhet jetë pikërisht në këtë video. Personi i parë që komenton do të marrë videon e radhës me numrin që dëshiron, bashkë me shpjegimin që ka për secilin numër. Ideja është e tillë, në momentin që keni komentuar një herë, pra siç ishte në këtë rast Enkeleda, të cilën dua ta përshëndes, dhe në sot ne do të merremi pikërisht me numrin 10, atë që zgjodhi Enkeleda. Nuk mundet të komentoj më. Enkeleda, të falenderoj dashur, kjo është videoja jote dhe ti nuk do të mundesh të komentosh më një numër tjetër, sepse duhet i lëm radhën edhe të tjerëve. Pra nuk është diçka që duhet jetë patjetër një garë. Është thjesht një mënyrë që edhe ne njihemi më mirë me njëri tjetrin. Pra unë mësoj që Enkeleda ka numrin 10, numrin e saj si më fatësjellës ose numrin që e pëlqen më shumë, por edhe ju nga ana tjetër mësoni më shumë rreth asaj çfarë intuita juaj ose nën vetëdia juaj ju thot. Pra pse pikërisht numri 10? Numri 10 është një numër që mban fuqi të jashtëzakonshme, ka fuqinë e njëshit, pra të nisjes së diçka e të re, dhe zeros, që zeroja mund të duket si fundi, por në fakt zeroja është e gjithë hapësira boshe, që ti mundesh të nisësh dhe ta çosh këtë drejtim tëndin, këtë nisje tëndin, këtë piknisje tëndin në çdo lloj drejtimi që ti dëshiron. Të arrish çdo gjë që ti mundesh ose dëshiron. Të arrish çdo gjë që mendja jote mundet ta imagjinoj. Dhe pikërisht zeroja e jep këtë lloj fuqie. Është pikërisht ky kombinim, pra që në vetvete është jashtëzakonisht shumë i fuqishëm. Ndryshe nga 9-a që ishte herën e shkuar, e cila tregon fundin e një cikli. Pra diçka ka mbaruar pritja, ka mbaruar lodhjet, kanë mbaruar të gjitha dhe ti ke lënë. Ishte rastësi, pra fakti që kalojm nga 9-a tek 10-a, por është vërtet në një farë mënyrë si një ecuri. Pra kishim 9-ën që tregon që një cikël ka mbaruar dhe 10-a që thot ti jo vetëm që mund të nisësh aty ku je me ato çfarë ke, por ti mundesh ta shfrenosh imagjinatën tënde në çdo lloj drejtimi të mundshëm dhe ti do arrish të kesh sukses, sepse kjo lloj energjie është e jashtëzakonshme. Pra ti nis ku të duash, sepse jam e sigurt që do ja dalësh, dhe është perfekte numri 10. Gjithashtu, nga libri Magjia, ne do të lexojmë edhe se çfarë ushtrimi, manifestimi i përket numrit 10. Duke qenë se magjia ka disa magjia nuk dua të mendoni sikur është magji dhe këtu do themi formula magjike. Formula magjike ne e kemi thënë është thuaj faleminderit, ji mirënjohëse, dhe ti do të arrish që të prekësh magjin, ta ndjesh magjin, dhe njerëzit që e besojnë magjin do munden ta gjejnë atë në jetë. Dhe 10-a vazhdon të bëhet akoma dhe më i bukur ky numër. Hidhuni pak pluhur magjik të gjithëve. Unë e adhuroj këtë gjë. Jo vetëm për mënyrën se si më bën të ndihem sikur jam në një botë krejt tjetër, në një botë që është e imja, në një botë që mundem vërtet të arrit të gjitha gjërat që dua, në një botë që njerëzit janë gjithmonë shumë të lumtur, në një botë që me vërtet mund të duket shumë e largët kjo gjë, duke parë që njerëzit kryesisht ankohen, por do doja vërtet të kishim një botë të tillë ku njerëzit janë të lumtur, ku njerëzit mendojnë vetëm për mirë për tjetrin, dhe të hedhësh pak pluhur magjik të gjithëve, përveç faktit që unë kam parë kaq shumë kukulla me Barbie dhe Tinkerbell,
Kjo pjesë e adhuroj, më pëlqen shumë, është një ndër gjërat që do doja që vërtet ekzistonte në jetë dhe jam shumë e lumtur që kam gjetur këtë teknikë në mënyrë që mund ta kthej vërtet në jetë. Si duket po lëvizte telefoni dhe unë kisha rënë dhe isha këtu gati. Kështu që nëse do të ketë këtë pjesën e kërcitjes në pamje, falni, por ishin thjesht një problem teknik dhe tani rikthehemi botës magjike. Nuk ka punë më të ngutshme se sa të falenderosh dikë. Shën Ambrozia, 340, 397, teolog dhe peshkop katolik. Mësimet e lashta morale thonë që ajo që i japim me gjithë zemër dikujt do të na shpërblehet 100 fish. Enkeleda, na ke zgjedhur një numër të mrekullueshëm dhe t'jam thellësisht mirënjohëse sepse pikërisht sot kisha vërtet shumë nevojë që të dëgjoja gjëra të tilla dhe ndoshta nuk do e kisha kapur këtë libër ta lexoja nëse nuk do më kishte kujtuar, ose ndoshta mund të kishte qenë një numër tjetër dhe do kishte qenë po kaq i bukur, por kjo ka diçka vërtet shumë të veçantë. Prandaj të jesh mirënjohës dhe të falenderosh dikë për çfarë do lloj sendi apo shërbimi që merr prej tij është jo vetëm e ngutshme, por edhe e domosdoshme për ta përmirësuar jetën. A thoni faleminderit për çdo gjë juve? Unë përpiqem ta them gjatë gjithë kohës, me thënë të drejtën, sidomos tani që jam gazetare të reni dhe më duhet të kem kontakt me shumë njerëz gjatë gjithë ditës. Përpiqem ta them faleminderit për pritjen, faleminderit për mundimin, faleminderit për punën, faleminderit për bashkëpunimin. Janë gjëra të cilat njerëzit ndonjëherë mund t'ju duken edhe të tepërta, por unë nuk i kam asnjëherë të tepërta. Mirënjohja është një energji me forcë të jashtëzakonshme, kështu që ajo shkon dhe ndikon tek ai njeri tek i cili ju e drejtoni. Po të përfityroni energjinë e mirënjohjes si një pluhur magjik të ndritshëm, atëherë, kur ju e shprehni mirënjohjen tuaj dikujt për të cilit keni përfituar diçka, është njësoj sikur po hidhni mbi të pikërisht këtë pluhur magjik. Energjia e fuqishme dhe pozitive e mirënjohjes futet thellë e ndikon mbi çdo që e hidhni këtë pluhur. Më pëlqen shumë kjo, do doja vërtet të ekzistonte diçka, por unë bëj diçka tjetër. Telefonin tim i kam vendosur mbrapa një ngjitse që ka qindra mira gur të vegjël që vezullojnë. Dhe kudo unë gërvish ngjitsen dhe gurët bien. Dhe kudo ku kam shkelur unë ka gur. Ka gur vezullues, ka gur të vegjël që shkëlqejnë. Edhe ndonjëherë më qëllon që të shoh edhe në vende ku nuk më shkon mendja që mund të jenë. Për shembull, një ditë e pashtë dritarja e një zyre që unë kisha shkuar vetëm një herë, isha kështu, wow, ka ardhur deri këtu. Edhe është vërtet shumë interesante të japësh pak vezullim të këndshëm gjithë botës. Dhe kësaj radhe, jo vetëm që ta japësh këtë vezullim si gur të vegjël që shkëlqejnë, por ta japësh këtë vezullim në energji. Imagjinojeni pak se sa e mrekullueshme është kjo. Energjia është gjithçka që lëviz në botë. Ne jemi të krijuar në këtë formë që jemi krijuar për shkak të gjithë energjisë që kanë atomet kur lidhen me njëri tjetrin për të krijuar fytyrën tonë, për të krijuar syt, për të krijuar duart, për të krijuar flokët, për të krijuar trupin ton. Është gjithë energji. Është energji. Nëse në një sekond të vetëm do të shkëputej energjia mes atomeve që mbajnë të lidhur njëri tjetrin, muskujt tan, indet tona, në të çdo organ të trupit, imagjinojnë pak se si do ishim. Do shpërbeheshim si pluhur në erë. Prandaj, imagjinojeni pak se sa vërtet e rëndësishme është që të japësh pluhur magjik kësaj energjie. Ne përballemi çdo ditë me njerëz, disa në mënyrë të drejtë për drejtë, për shembull në autobus, në tren, në dyqan, në restoran, në ashensor apo edhe në vendin e punës, por ne lidhemi me njerëzit në mënyrë të tërthort nëpërmjet telefonit apo emailit. Në shumë raste, këta njerëz meritojnë që ti t'ua shfaqësh mirënjohjen,
sepse ne marrim diçka nga ata. Tek e fundit fare energjinë marrim nga ata. Mendoni për njerëzit që takoni në një ditë të zakonshme. Shumë nga ata ju bëjnë shërbime të caktuara. Të tillë janë punonjësit e restoranteve dhe dyqaneve, shoferët e taksive, pastruesit apo edhe njerëzit me cilët punoni. Të gjithë këta njerëz punojnë, harxojnë energji fizike ose mendore për t'ju shërbyer dhe ju përfitoni nga shërbimet e tyre. Nëse nuk u thoni faleminderit për ato që merrni prej tyre, ju nuk po tregoni mirënjohës, duke mos e bërë këtë gjë, ju pengoni përmirësimin e jetës suaj. Çfarë menduat? Përmirësimin e jetës atyre? Jo, përmirësimin e jetës suaj. E kam për ty, e kam për vete. Manifestimi ky është. Ajo çfarë ti jep, është ajo çfarë ti e zotëron. Dhe ti je mirënjohëse për veten tënde. Dhe kur ti je mirënjohëse për diçka, ti merr akoma dhe më shumë për veten tënde. Prandaj duhet të jesh mirënjohës për të tjerët në mënyrë që ti të marrësh më shumë për vete. Mendoni për punëtorët e mirëmbajtjes së rrugëve, në sajtet të cilëve sistemi i transportit është i sigurt. Mendoni edhe për ata që punojnë për mirëmbajtjen e sistemit të shpërndarjes së gazit, për mirëmbajtjen e sistemit elektrik, sistemin ujor e atij rrugor. Ma thoni pak, kur është hera fundi që ju keni menduar për diçka të tillë? Madje edhe kur ishin këto kohët me shija, me sigurt që nuk e keni menduar diçka të tillë. Mendoni për ata që pastrojnë rrugët, banjat publike, trenat, autobusët, avionët, spitalet, restorantet, supermarketet dhe ndërtesat e zyrave. Është e pamundur që t'i falenderoni gjitha njerëz personalisht, por ju mund të jeni pak pluhur magjik çdo njërit prej tyre, duke i thënë faleminderit sa herë të rastis që të përballeni me ta. Ju mund të tregoni mirënjohjen tuaj sa herë uleni në një tryezë të pastër, sa herë që ecni në një rrugë të pastër apo në një dysheme që shkëlqen. Kur shihni një kafene apo restoran, hidhini pluhur magjik duke thënë faleminderit çdo personi që vjen e ju shërben. Sa herë që një punonjës ju pastron tryezën, ju jep listën e ushqimeve, ju mbush gotën me ujë, ju sjell pjatën me ushqim që porositet, ju heq mbeturinat pasi keni mbaruar së ngrëni, ju sjell faturën ose kusurin, mos harroni kur t'i thoni faleminderit në secilin prej rasteve të përmendura më sipër. Po që se jeni në një dyqan ose supermarket duke i kaluar ushqimet e kasa, hidheni pak pluhur magjik edhe duke i thënë faleminderit punonjësit, sepse ai po ju shërben duke ja futur ushqimet në përqese. Madje edhe nëse nuk do vendoste ushqimet në përqese, po ju shërben sepse po i kalon të gjitha në radhë, po ju ndihmon që t'i afrojë ato pranë teje. Të gjitha këto. Nëse jeni duke udhëtuar me avion, hidhi pak pluhur magjik duke thënë faleminderit punonjësve të biletarisë së bagazheve, punonjësve të sigurimit, pilotëve dhe styardesave që ju përshëndesin teksa hyni në avion. Gjatë fluturimit thoni faleminderit të gjithë punonjësve që ju shërbejnë, atyre që ju sjellin pijet freskuese apo ushqimin, atyre që vinë e pastrojnë mbeturinat. Linjat e ndryshme ajrore ju falenderojnë gjithmonë që ju fluturoni me ta. Kapiteni i avionit dhe gjithë pjesa tjetër e punonjësve ju falenderojnë para se të dilni nga avioni, prandaj dhe ju duhet të bëni të njëjtën gjë para se të largoheni. Mos harroni kur të falenderoni sa herë që avioni ngrihet nga toka e sa herë që uleni në aeroportin e vendit ku do të ndaloni, sepse edhe vetëm fakti që ju mund të fluturoni është mrekulli e vërtet. Nuk dua që të duket si lexim, por nga ana tjetër janë të gjitha gjërat që do doja vërtet kaq shumë njerëz t'i dëgjonin, edhe pse i kam lexuar herë tjetër, më vjen shumë mirë që po i rikthem edhe një herë këtij libri, sepse është ashtu siç ka emrin. Magjia është vërtet magjik. Na sjell shumë pranë me realitetin. Na sjell shumë pranë me çdo gjë që ne nuk i kushtojmë vëmendje. Na sjell shumë pranë sa herë kemi ecur në rrugë dhe rrugët janë të pastra dhe koshat janë pastruar dhe çdo gjë. Ai keni thënë faleminderit atyre njerëzve që janë munduar, kanë punuar ndoshta gjithë natën? Jo, nuk e keni thënë. Vlerësojini e tregoni mirënjohës ndaj njerëzve që ju ndihmojnë gjatë punës suaj, kushdo qofshin ata. Sekretar, recepcionist, pastrues, ata që merr me klientët, por edhe kolegët tuaj. Mbulojini ata me pluhur magjik të mirënjohjes duke u thënë faleminderit. Ju përfitoni nga secili prej tyre një shërbim të caktuar, prandaj të gjithë e meritojnë t'i vlerësoni dhe t'i falenderoni vazhdimisht ata.
Ata që ju shërbejnë nëpër dyqane dhe kamarierët punojnë shumë për t'i shërbyer njerëzve, ata kanë zgjedhur të bëjnë një punë që është thjesht shërbimi ndaj të tjerëve. Kur e bën një punë të tillë, ka të bësh me lloj-lloj njerëzish që herë mund të mos jenë në humor të mirë, duke bërë që të jenë edhe të pasjellshëm. Herën tjetër kur t'ju bie rasti që t'ju shërbej dikush, mos harroni të mbani parasysh që ai njeri që po ju shërben është djali apo vajza e dashur e dikujt, është vëllai i shtrenjtë i pazëvendësueshëm i një motre, nëna apo babai i adhuruar i disa fëmijëve, ose edhe bashorti amiku i veçantë i dikujt. Të gjithë këta njerëz meritojnë të trajtohen me mirësjellje dhe durim. Mendojeni pak sikur t'ishit ju, personi që bëni punën dhe ndoshta nuk e merrni atë faleminderit. Ndonjëherë ndodh që personi që ju shërben sillet keq ose nuk ju kushton vëmendjen që ju meritoni. Në këtë rast është shumë e vështirë që të tregoni mirënjohës ndaj tyre, por ju nuk duhet të harroni se mirënjohja juaj nuk varet nga sjellja e dikujt tjetër. Bëni të pamundurën që të jeni mirënjohës pavarësisht nga rrethanat që krijohen nga sjellja e të tjerëve. Mos ngurroni të përdorni forcën magjike të mirënjohjes, sido që të sillen të tjerët. Kjo pastaj tregon për fuqinë tuaj të jashtëzakonshme. Ti mund të jesh personi që shkëput zinxhirin. Dhe e kam fjalë për atë zinxhirin që nëse dikush sillet keq ndaj jush, ju do ecni pak më tutje, do silleni keq ndaj dikujt tjetër, ai dikush tjetër do sillet keq ndaj gruas, fëmijëve, kafshës, nuk e di, të gjitha këto. Por çfarë ndodh nëse ti tregohesh mjaftueshëm e fuqishme sa për ta thyer atë zinxhir? Në momentin kur dikush tregohet i keq me ty, çfarë bën ti? I thua faleminderit. I thua, "Okej, nuk ka rëndësi se si sillesh ti ndaj meje. Unë të uroj që të gjitha telashet që ti ke, ti zgjidhësh në mënyrën më të mirë të mundshme." Dhe të vazhdosh ditën tënde dhe pastaj këtë inatin tënd të mos ja nxjerrësh askujt. Nuk ka rëndësi se sa i keq u treguai, ti thjesht vazhdo me ditën tënde, ti thjesht trego energjinë tënde dhe shkëpute atë zinxhir në mënyrë që kur tjetri të takoj ty, të marr më të mirën. Dhe kur të shkoj te gruajat e fëmijët, te kafsha, te puna tjetër, nuk e di, të thot, "Wow, kam takuar një njeri të mrekullueshëm sot." Ai nuk do ta marr vesh kurrë se si të trajtuan ty, por ç'rëndësi si ka. Ti do të mbahesh mend si personi që shkëputi zinxhirin dhe ti mund të krijosh zinxhirin tënd të mrekullive. Mos ngurroni të përdorni forcën magjike të mirënjohjes, sido që të sillen të tjerët. Diçka që mund të ndikojë në këtë lloj situatash është të mendoni pak më thellë. A e dini ju se në zgjendje shpirtërore është personi që po ju shërben? A e dini ju se në çfarë vështirësish financiare apo emocionale po kalon ai tani? Ndoshta ai nuk ndihet mirë nga ana shëndetësore, ndoshta sapo ka humbur një njeri të shtrenjtë, ndoshta po ndahet nga bashortja ose po kalon një nga çastet më të dëshpëruara të jetës. Mirënjohja është sjellja juaj e mirë, që mundet të jetë çasti vetëm i bukur që ai do të përjetojë në atë ditë. Do thuash ti, po sikur ai tjetri të mendoj që mund të jesh ti personi që po vuan. Kjo të mendosh për tjetrin, e veçanërisht kur ke një problem, është forcë e jashtëzakonshme. Fatkeqësisht shumë njerëz nuk e kanë, por fatmirësisht ti mund të jesh një prej tyre. Tregoni i sjellshëm sepse çdo njeri që takoni është duke u përballur me ndonjë nga betejat e vështira të jetës. Filo i Aleksandris, 20 para erës sonë, 50 në erën e re, filozof. Nëse po flisni në telefon dhe doni të falenderoni dikë për ndihmën që ju dha, mos bëni thjesht një falënderim të thatë. Tregojeni atij dhe asaj arsyen pse e vlerësoni ndihmën e tij apo asaj. Për shembull, ju mund të thoni faleminderit për ndihmën që më dha dhe bë të pamundurën për mua. Faleminderit që harxuat kaq shumë kohë për mua. Faleminderit që ma zgjidhët problemin. Ju jam vërtet shumë mirënjohëse. Ju do të mbeteni pa mend kur të dëgjoni përgjigjen e atyre për përpjekjen tuaj të vogël, sepse ata do ta kuptojnë dhe do ta ndjejnë sinqeritetin dhe mirënjohja juaj.
Kur falenderoni dikë që e keni përballë, shihni drejt në sy, ajo se ajo do ta ndjejë mirënjohjen dhe pluhurin tuaj magjik vetëm nëse e drejtoni vëmendjen dhe shikimin tuaj te sytë e tyre. Nëse fjalën faleminderit thjesht e lëshoni në ajër dhe e keni mendjen duke parë në telefon, të tjerët nuk do ta ndjejnë njësoj mënyrën se si ju po ju thoni faleminderit. Falënderimi juaj nuk është i ndjerë dhe i sinqert. Madje ka disa njerëz që janë shumë inteligjent në lidhje me energjinë, edhe mund edhe ta ndjejnë që thjesht e the faleminderit sa për të kaluar radhën. Një 2 vjet më parë isha në një dyqan të Ronda Bjorn, ku kisha shkuar për të blerë një dhuratë motrës. Menaxhera e dyqanit më pyeti se çfarë dhurate doja. Ju fut një kërkimi që mori kohë për të gjetur pikërisht atë që më pëlqente. A thua se po kërkonte një dhuratë për motrën e saj. Një çast kur po më zgjaste çantën, ku kisha futur dhuratën e mbështjellë me shumë kujdes, mua më mori në telefon dikush. Bisedën telefonike e mbarova kur kisha mbërritur te dera e madhe e daljes. Në çast u ndjeva shumë keq. U ktheva mbrapsht dhe shkova e takova përsëri menaxherin, që ishte bërë copë për mua. Dhe jo vetëm që e falenderova, por i rreshtova me radhë edhe arsye pse isha mirënjohëse, duke i shtuar se e vlerësoja pamas çdo përpjekje të saj për të më gjetur pikërisht atë që doja. I bëra një dush të vërtet me pluhurin magjik të mirënjohjes. Asaj u mbushën syt me lot, ndërsa fytyra i rrezëlleu nga buzëqeshja më e bukur që kisha parë ndonjëherë. Dhe imagjinoni pak si kur t'jeni ju nismëtar të një zinxhiri të gjatë ngjarjesh kaq të mrekullueshme. Çdo veprim pasohet nga një kundërveprim i barabartë me të në katë të kundërt. Dhe kjo nuk është diçka që e thotë Ronda Bjorn, këtë e ka thënë Isaac Newton. Jam e sigurt që keni dëgjuar për Isaac Newtonin. Nëse falenderimi që bëni me gjithë zemër, personi që e falenderon e ndjen këtë. Kjo jo vetëm që e bën atë të ndihet shumë mirë, por mirënjohja do ta mbushë edhe shpirtin tuaj me një lumturi të papërshkrueshme. Atë ditë unë dola nga dyqani e lumturuar si rrallë ndonjëherë. Ka dalë Ronda Bjorn nga dyqani sikur i ka dhënë ajo lek, jo sikur i ka dhënë kjo lekët. Imagjinojeni. Unë nuk e përdor pluhurin magjik vetëm për njerëzit që bëjnë shërbime të ndryshme, unë e përdor atë në situata nga më të ndryshmet. Për shembull, kur e përcjell vajzën time që më ka ardhur për vizitë përpara se ajo të hip në makinë, unë bëj sikur hedh pluhurin magjik të mirënjohjes mbi të dhe mbi makinën e saj në mënyrë që ajo të mbërrish shëndosh e mirë në shtëpi. Ndonjëherë unë hedh pluhur magjik mbi kompjuterin tim përpara se të filloj punën për një projekt të ri. Ndonjëherë hedh edhe atë edhe përpara vetes, para se të hyj në një dyqan ku kam shkuar për të gjetur diçka të rrallë. Vajza ime, thotë Ronda Bjorn, e përdor pluhurin magjik kur i ndodh që të shoh ndonjë shofer që është i stresuar dhe po i jep makinës me shumë shpejtësi. Dhe bën këtë që ta qetësoj dhe ta ruaj shoferin nga ndonjë aksident. Unë e bëj këtë kur më kalojnë pranë ambulanca. Pra, përveç pluhurit magjik, them edhe një lutje, Zot bëj që t'jenë sa më mirë, bëj që t'ja kalojnë sa më lehtë atij problemi që mund t'i ketë detyruar të shkojnë me ambulancë në spital. Sot merreni me vete pluhurin magjik të mirënjohjes dhe shihni se ku mund ta përdorni ato duke thënë faleminderit për çdo që ju shërben. Falenderoni të paktën 10 njerëz për shërbimin e të cilëve ju e përfitoni. Nuk është e domosdoshme t'i takoni ata fizikisht. Pra edhe nëse ti del dhe sheh që rrugët janë pastruar, ka ndriçim në rrugë ose nuk e di, çdo gjë që ti mendon ose pemët janë krasitur ose pemët janë ujitur, ose ka diçka që e sheh që është në rregull dhe është duket që dikush tjetër është ka punuar për ta rregulluar atë gjë, thuaj faleminderit. Faleminderit që po e bën qytetin më të bukur, faleminderit që kujdesesh për rrugët, faleminderit që i pastron që personat që kalojnë me makinë të ecin të sigurt në rrugë. Nuk e di, gjëra nga më të ndryshme. Sa herë hapni rubinetin e ujit? Unë e bëj këtë. Duke menduar që ka shumë njerëz që vuajnë nga mungesa e ujit. Sa herë hap rubinetin e ujit, unë them faleminderit. Faleminderit për gjithë njerëzit që kanë punuar për të sjell nga kanalizimet, nga njerëzit që kanë krijuar rubinetet, nga njerëzit që e kanë instaluar këtë rubinet. Të gjithë ju them faleminderit. Është një zinxhir i gjatë me njerëz që kanë punuar, dhe më thjesht ju them faleminderit. Faleminderit kudo ku t'jeni. Edhe është vërtet një lloj ndjesie që t'jep një lloj ndjesie të ngrohtë më në zemër sa herë thua këtë gjë. Nuk është e domosdoshme t'i takoni ata fizikisht. Ju mund t'ja shprehni atë mirënjohje edhe mendërisht. Pluhuri magjik do të mbërritet tek ata
Dhe kështu, për shembull, ju mund të thoni me vete: unë jam thellësisht mirënjohëse të gjithë pastruesve që punojnë gjithë natën deri në agim që rrugët ku do të kaloj unë në mëngjes të jenë të pastra. Më ka shkuar mendja më parë se sa shumë duhet të punojnë ata çdo natë për orë të tëra që unë të mos shkel mbi plera. Mos harroni të mbani shënim numrin e njerëzve të cilët ju jeni mirënjohës nga që merrni shërbime prej tyre. Po të imagjinoni atë pluhurin e shëndritshëm që bie mbi njerëzit në momentin kur ti u thua faleminderit, e krijon akoma më të lehtë atë ndjesinë e mirënjohjes. Dhe ky imazh pikërisht do t'ju ndihmoj që ta besoni që pluhuri magjik mbërrin vërtet tek këta njerëz dhe do t'i ndihmoj që të përmirësojnë jetën. Ata përmirësojnë jetën, ti përmirëson jetën, është situatë ku të gjithë njerëzit fitojnë. Nuk ka humbje në këtë moment. Sa herë që i hidhni pluhurin magjik të dikush, të jeni të sigurt se ai do të kthehet përsëri te ju për ta përmirësuar jetën tuaj. Nëse sot ndodheni në shtëpi, merrni ditarin ose uluni në kompjuterin tuaj dhe mendoni për të gjitha rastet kur dikush ju shërbeu që bëri të pamundurën që t'ju kënaqte. Mund të ketë qenë dikush që folët në telefon ose një shitës në dyqan, ndoshta ai që shpërndan postën apo edhe ai që merr plerat përpara shtëpisë tuaj ose në këtë rast në kosh. Ju shkruani listën me 10 raste. Po them 10, jam e sigurt që 10 persona i gjeni, por po nuk gjetët 10, gjeni 5. Jam e sigurt që ju keni përfituar nga shërbimi i dikujt tjetër, kështu që në këtë mënyrë ju i dërgoni pluhur magjik këtyre njerëzve duke ju thënë faleminderit secilit prej tyre. Pra nuk është nevojë, nëse ke mundësi sigurisht, është dikush që e ndjen që ka kaluar diçka dhe ti nuk ja ke shprehur mirënjohjen. Merrin telefon, nëse është shoqja jote, nëse është nana, nëse është babai, nëse është motra vllai, merrin telefon dhe thuaj faleminderit për dje. Harrova të ta thoja, më zgjidhe shumë punë, më ndihmove, të jam thellësisht mirënjohëse. E di, disa njerëz mund të thonë, po çfarë thua më, po çfarë i ke këto? A ka ndonjë gjë që nuk shkon? Do të pyesin sepse ju duket si sjellje e çuditshme që nuk e hasin normalisht. Por unë mendoj që nëse shumë më shumë njerëz do ta kishin kthyer këtë në normalitetin e tyre, akoma më shumë njerëz do të ishin të lumtur. Një kujtesë magjike për ju: hidhni pluhur magjik duke thënë faleminderit. Dhe pikërisht, unë në fakt jam thellësisht mirënjohëse dhe jam e sigurt që ndoshta ndonjëri prej jush mund edhe ta ketë lexuar ndonjë, ose mund të ketë lexuar librin ose mund të ketë dëgjuar videot e mia. Edhe dikush prej jush edhe mundet ma ketë përdorur pikërisht të faleminderit kur më thon faleminderit Migena që na jep kaq shumë informacione ose gjëra të tilla, më bën të ndihem vërtet shumë mirë dhe jam e sigurt që edhe ju keni marr energji pozitive, pikërisht sepse edhe unë ju kam thënë faleminderit. Ju kam thënë faleminderit që keni kurajon për ta thënë, sepse ka shumë njerëz që mund të mësojnë nga ju, mund të marrin nga ju, madje mund të marrin edhe energjinë tënde deri në pikën e fundit dhe nuk janë fare mirënjohës. Përkundrazi mendojnë sikur ti ua ke për detyrë. Por në momentin që ti thua faleminderit, do thotë që ti vërtet je ndryshe nga të tjerët. Dhe pikërisht ky ishte mesazhi që vinte nga numri 10 nga libri Magjia i Rhonda Byrne. Nëse keni mundësi ta blini, është 13.000 lekë. Me thënë të drejtën, unë i kam marrë një si tip oferte sepse mora 3 libra dhe i kam marrë nga 10. Por jam e sigurt që mund t'ju bëjnë edhe ulje në dyqane. Panajeri i librit ishte një moment shumë i mirë që ndoshta mund ta kishit shfrytzuar nëse jetonit në Tiranë, sepse kishte ulje nga 20% deri në 50% dhe me thënë të drejtën kam bler disa libra, disa i bleva edhe për dhurata. Dhe pavarësisht se një pjesë akoma nuk ua kam dhënë librat dhurat, por do ua jap së shpejti. Ideja është e tillë, thoni faleminderit, bekojni njerëzit me pluhur zanash. Dhe e di çfarë mendoj unë sa herë them pluhur zanash, pikërisht mendoj këtë. O Zot, mos më gjykoni që jam kaq shumë fëmijë. Por mendoj që kjo pjesë e imja, pra kjo pjesë që beson në këto gjëra kaq të vogla dhe kaq fëminore dhe pralla, mendoj se më ka ruajtur
të paprekur nga shumë ndjesi të shpifura që njerëzit kalojnë, që njerëzit ndonjëherë edhe përpiqen të janë gjysë njëri tjetrit. Por nëse ti vendos që ti jesh ajo që thyen zinxhirin dhe nis zinxhirin tënd të mrekullive, bëhe sot. Bëhe sot duke thënë faleminderit edhe për njerëzit që duan të hedhin baltë këtu. Mos i lejo, le të hedhin të tjerët, s'ka problem. Ti edhe po të hodhen baltë, ti thuaj unë do veten në shtëpi, do pastrohem dhe do them faleminderit Zot për ujin, faleminderit të gjithë njerëzve që kanë krijuar dushin, e kanë instaluar dushin, për gjithë njerëzit që kanë sjell kanalizime dhe për çdo gjë. Unë e thyej tani zinxhirin e gjërave që nuk shkojnë dhe unë krijoj zinxhirin e ri të mrekullive. Enkeleda, të falenderoj edhe një herë për numrin që zgjodhe, sepse vërtet më dha një energji të jashtëzakonshme për ditën sot dhe ju falenderoj të gjithëve që komentuat. Rregullat mbeten po të njëjtat, komentoni, numri i parë do të jetë numri që lexohet në videon e radhës, numrat e tjerë do duhet të presin secili radhën e tyre dhe jam e sigurt që në këtë mënyrë jepet mundësia të gjithëve, por nga ana tjetër mbajmë edhe një vazhdimsi bisede të kësaj. Janë vetëm 28 numra, kështu që nëse nuk do ketë komente mjaftueshëm, atëherë ndoshta do ju kërkoj që ju që komentoni të zgjidhni edhe një numër tjetër. Le të jetë ky bonusi juaj për 2025, sepse jam e sigurt që diku nga fundi i dhjetorit mund t'i përfundojmë. Unë do përpiqem të lexoj sa më shumë prej tyre në mënyrë që t'u sjell plotësimin e dëshirave sa më shpejt jetë e mundur, por nëse nuk do ta arrij, sepse tashmë kam edhe shumë angazhime edhe nga puna, do bëj të pamundurën për të sjell sa më shumë, por nëse nuk e bëj, dua thjesht të më tregoni pak fare të duruar. Dhe unë po ju falenderoj që tani për durimin tuaj të mrekullueshëm. Ju falenderoj dhe shihemi në videon e radhës. Numrin komentojini poshtë dhe unë do ta zgjedh. Numri i parë është video e radhës. Herët e tjera do t'i shohim pastaj se kush do të komentojë i pari. Ju falenderoj dhe mirupafshim.